Ekipi i Drejtorisë së Rrugëve Rurale në Bashkinë Kukës ka vjuar punën në terren me ndërhyrje konkrete për sistemimin dhe pastrimin e tombinave, si dhe për rihabilitimin e segmenteve problematike të rrugëve rurale në njësinë alternative Ujmish dhe njësinë alternative Bushtric. Këto ndërhyrje janë realizuar në kuadër të përmirësimit të infrastrukturës rrugore rurale dhe garantimit të një qarkullimi më të sigurt për mjetet dhe banorët e zonës. Punimet kanë konsistuar në pastrimin e tombinave nga mbetjet dhe derat e grumbulluara, sistemimin e trupit të rrugës dhe shtrimin me qakull në segmentet ku gjendja e rrugëve paraqiste vështirësi në lëvizje, veçanërisht gjatë kushteve të motit të keq. Këto masa synojnë parandalimin e dëmtimeve të mëtejshme të rrugëve dhe përmirësimin e kullimit të ujrave, duke reduktuar rrezikun e bllokimeve apo përkeqësimit të infrastrukturës. Fal këtyre ndërhyrjeve është përmirësuar ndjeshëm aksesueshmëria drejt zonave rurale, duke lehtësuar lëvizjen e përditshme të banorëve, shërbimeve dhe mjeteve bujqësore. Drejtoria e rrugëve rurale do të bëjë punën edhe në segmente të tjera në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimit dhe përmirësimit të jetesës në zonat rurale. Këto ndërhyrje janë pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të institucionit për mirëmbajtjen e infrastrukturës rrugore rurale dhe për përmirësimin e kushteve të jetesës në zonat rurale. Prioritet mbetet garantimi i një qarkullimi të sigurt, funksional dhe i qëndrueshëm në shërbim të komunitetit dhe zhvillimit të zonës.